Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Sot do të flasim për shëndetin dhe specifikisht për kancerin e stomakut. Në fakt, vetëm pak ditë më parë në qytetin e Korçës është organizuar një konferencë shkencore me temë krijimi një databaze spitalore universitare për kancerin e stomakut, një nevojë për trajtim optimal në dritën e protokolleve të reja terapeutike. Është një konferencë e cila organizoha në fakt nga Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në bashkëpunim me Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Konferencë e cila ka bërë bashk specialist, mjek të njohur, dhe unë sonte kam kënaqësinë të ndaj në fakt jo vetëm për mënyrën se si organizua dhe çfarë risi solli kjo konferencë me mjek nga Korça, por edhe me mundësinë që do të kemi pak momente më vonë për të lidhur edhe me mjek nga Tirana. Në studio kam kënaqësinë të rikthej në Pak nga të gjitha kirurgun Ervis Agastra. Doktor, mirë se u riktheve. Mirë se u gjeta, faleminderit edhe një herë për ftesën, sepse siç e thash dhe herën e parë, gjithmonë emisionet që promovojnë shëndetin si dhe edukimin shëndetësor janë të mirëpritura për publikun në konfrontim me çfarë shikojmë në televizionet kombëtare. Faleminderit që gjetët kohën me gjithë angazhimet për të na u bashkuar e për të folur në fakt për një konferencë e cila duket se po shëtit në disa qytete të Shqipërisë dhe vetëm pak ditë më parë ka ndaluar edhe në qytetin e Korçës. Çfarë risi solli kjo konferencë, doktor? Atëre, risia kryesore e konferencës është nevoja për krijimin e një database kombëtar për kancerin e stomakut, si dhe evidentimi i përqasjes multidisiplinore për trajtimin e tij, sepse tashmë sot protokollet ndërkombëtare kërkojnë që çdo lloj kanceri duhet që të trajtohet në mënyrë multidisiplinore, pra nga një ekip i përbërë nga disa figura specialistike profesionale. Doktor, sa e njohin ne kancerin e stomakut? Tani, kjo dua të shtoj që kjo është një konferencë e rëndësishme për shtetin tonë, për Shqipërinë, sepse për disa arsye. E para njëherë është që fatkeqësisht këtu kanceri stomakut diagnostikohet në fazë të avancuar dhe prandaj dhe trajtimi dhe mbijetesa 5-vjeçare nuk është optimale, dhe po ashtu e dyta sepse në bazë të faktorëve të rrezikut, popullsia shqiptare përdor disa ushqime, sidomos ato të konservuara dhe ato që i quajmë dhe zajret e tjerë, duke përfshirë dhe kripën, që duhet evidentuar dhe kjo, të cilat janë faktor rreziku për kancerin e stomakut. A mund të flasim specifikisht për kancerin e stomakut? Në fakt, nuk e di nëse në qytetin e Korçës ju keni të dhënë, apo ndoshta këtu ta zbulojmë gjatë bisedës, për gjithë ata që janë duke na ndjekur, çfarë është kanceri i stomakut? Atëre, kanceri i stomakut është si përkufizim është një tumor malign i këtij organi, pra i stomakut. Le të themi që incidenca ose shpeshësia e rasteve të reja në vit në vendet perëndimore është diku te 12-14 për 100.000 banor, dhe ajo më e larta është në Japoni dhe në Korenë e Jugut, ku arrin 24-28 raste në vit për 100.000 banor. Por globalisht ky është kanceri i katërt për nga shpeshtësia, por globalisht mortaliteti, pra vdekshmëria për këtë kancer vazhdon që të jetë në 5 vjet rreth 35% e rasteve të diagnostikuara, pra që është një vdekshmëri relativisht e lartë në krahasim me kancerat e tjerë. Po ashtu nuk ekzistojnë protokolle për depistimin e kancerit të gjirit, sepse e vetmja mënyrë depistimi efektive është endoskopia, gastroskopia, e cila është invazive dhe po ashtu ka dhe kosto, si dhe kohët e fundit dhe mënyrat e trajtimit kanë ndryshuar, për arsye sepse më përpara kanceri ndaheshe pak a shumë në i operueshëm dhe jo i operueshëm, por tani edhe në kancerat e operueshëm tendenca është që të kryhet kimioterapi para operacionit dhe kimioterapi adjuvante ose mbas interventit kirurgjikal. Çfarë mund ta shkaktojë një kancer stomakut? Cilat janë shkaqet? Shiko, si çdo lloj kanceri, dhe kanceri i stomakut është një sëmundje që quhet multifaktoriale. Pra, kemi një predispozicion individual, që mund të jetë dhe gjenetik, dhe pastaj këtu mbi vendosen faktorët ambiental që në rastin e kancerit të stomakut
përgjithsisht janë faktorë dietetik, përveç stilit i jetesës. Faktorët e riskut kryesor janë kripa, janë nitratet dhe nitritet pra në ushqimet e konservuara, është alkooli, është duampirja edhe obeziteti. Pastaj duhet thënë që është më i shpesh tek meshkujt se tek femrat, pra me një raport gati 2 fish tek meshkujt. Dhe do thotë tek femrat konstatohet më rrallë? Tek femrat konstatohet më rrallë, por një variant i këtij kanceri që quhet varianti i unazës me gur është pak më agresiv se të tjerët dhe kjo ndonjëherë ka përqindje më të lartë tek femrat. Simptomat më të zakonshme të kancerit të stomakut, si thua, ka një lloj paralajmërimi se diçka nuk shkon me stomakun. Atëre, simptomat në fazën e hershme janë një çik jo specifike, sepse mund të jetë tretja jo e mirë, ndjenja e fryrjes në stomak mbas ushqimit, si dhe dhimbja, që kjo mund të jetë një dhimbje e shurdhët në fillim. Më pas, simptom shumë e rëndësishme ose shenjë, le të themi, është rënja në peshë për një kohë të shkurtër. Ajo është dhe mungesa e oreksit. Këto janë dy simptoma që nuk duhen në vleftësuar. Pra kur bie nga pesha? Po, në një kohë të shkurtër. Në një kohë relativisht shkurtër, po themi. Kur bie nga pesha, doktor, do thotë mund të shkojnë deri në sa kilogram? 5-10 kilogram? Po mund të jetë 10 kilogram brenda 6 muajsh për shembull. Brenda 6 muajve. Dhe pastaj simptomat ose më mirë themi shenjat në fazat më të avancuara janë anemia kronike, që kjo është shoqëruar dhe me një ndjenjë lodhje, po ashtu dhe ndjenja e të vjellit, e nauzeze të vjellit mbas ushqimit dhe ngopja e hershme, sepse ajo si masë në stomak, trupi e nënkupton sikur stomaku është mbushur. Dhe në raste shumë të rralla edhe ndonjë le të themi ndonjë masë që del në pjesën qendrore të sipërme në atë që quhet epigastër të barkut, ndonjëherë mund të duket si dhjam, që një pak a shumë populli me këtë term, por ndonjëherë mund të jetë një shenjë një masë e stomakut të avancuar që rritet drejt murit të barkut. Ndërkohë, ne tham pak më përpara, doktor, që natyrisht edhe mënyra se si ne ushqehemi mund të jetë një nga faktorët që ndikon të zhvillojë kancerin e stomakut. Nëse do të na duhet të specifikojmë ushqime të cilat se për hir të vërtetës konsumojmë çdo gjë që kemi, po diçka që ndoshta përbën riskun më të lartë, një ushqim. Pak a shumë e tham që ndoshta kriprat janë një, po. Atëre, kripa dhe nitratet dhe nitritet janë dy faktorë kryesor. Pra, siç e thash, nitratet dhe nitritet gjenden në ushqimet e konservuara. E konservuara. Po ashtu, si për shembull në rastin tonë dhe tek pjesa e turshive që bën që ne i konsumojmë. Po ashtu dhe alkooli është një faktor i rëndësishëm. Po. Dhe ka dhe faktorë të tjerë, po këto janë ato që janë studiuar dhe kemi arritur në përfundimin që janë faktorë që... Pak më parë, doktor, tha që mund të jetë dhe gjenetike? Kanceri i stomakut? Sigurisht që po, atëre, por këtu duhet saktësuar diçka, nga që kanceri është një sëmundje multifaktoriale, nuk është e thënë që patjetër domethënë një person të ketë pasur persona të tjerë me kancer stomaku, sepse nuk është transmetimi ai që quhet dominant, por mund të jenë disa gjene të cilat ndryshojnë dhe ato të predispozojnë. Madje mund të them për këtë që terapitë onkologjike aktuale moderne në kancerin e stomakut studiojnë edhe këto gjene për të parë se cilët preparate kimioterapetike veprojnë dhe cilët jo, se pastaj ato ndahen në kategori të ndryshme që nga taksanet deri tek imunoterapia. Cilat janë mënyrat e trajtimit të kancerit të stomakut? Atëre, përpara se të kalojmë te kjo, duhet thënë që varet shumë nga stadi në të cilin ndodhet domethënë kjo patologji. Pra, bëhet në fillim një stadifikim dhe kjo ndahet në 3 faza, grupe të ndryshme. Pra, kanceri i stomakut i lokalizuar, ai që është pasaj lokalisht i avancuar dhe metastatik.
Në kancerin e lokalizuar mund të përdoren tashmë dhe heqje endoskopike, por përgjithsisht kur bëhet dhe klasifikimi i ashtu quajtur TNM dhe hyn në disa kategori, vetëm në një kategori. Kam kënaqësinë tani që të ftoj në këtë bisedë, pra të na bashkohet në këtë bisedë një tjetër mjek, është profesori nderuar Arvin Dibra, shef i shërbimit të kirurgjisë së përgjithshme në QSUT. Do të ndajmë bashkë me të pikërisht atë çka solli kjo konferencë organizuar pak ditë më parë në Korçë. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që pranuat të na bashkoheni, të bëheni pjesë e këtij formati televiziv për herë parë në ekranin e radio-televizionit të Korçës. Faleminderit. Profesor, cili ishte në fakt qëllimi kryesor i realizimit të kësaj konference në qytetin e Korçës dhe specifikisht qëllimi kryesor i krijimit të kësaj databaze? Atëherë, gjithçka në lidhje me këtë projekt që ne na solli në Korçë, sepse vendosëm që Korça të ishte pjesë e projektit në fakt, ka lindur me një ide të një studimi të pacientëve me kancer të stomakut në Shqipëri, dhe studimi bazohet në krijimin e një banke të dhënash për pacientët me kancer stomaku. Bankë të dhënash ju do na lejoj mundësinë për të ndjekur ecurinë e trajtimit të këtyre pacientëve, veçoritë e pacientëve shqiptar që preken nga kjo sëmundje, dhe e gjitha kjo do na lejoj të përmirësojmë në një farë mënyre trajtimin, cilësinë e asaj çfarë ne i japim pacientëve shqiptar. Në këtë kuadër, përveç punës të mirëfillt që bën grupi i punës i projektit, parashikonim edhe një fushat informuese të realizuar me mjekët e nderuar të disa prej rretheve të Shqipërisë, dhe Korça është zgjedhur një ndër këto në mënyrë që të ishim pjesë e një momenti informues në raport me cilat janë të rejat e trajtimit e diagnostikimit të kancerit të stomakut, dhe veçanërisht cilat janë hapat dhe risit që ne kemi bërë në trajtimin e një sëmundje të tillë, që është një sëmundje mjaft e rëndësishme, si për sa i përket shifrave të numrit të pacientëve që godet në vendin tonë, ashtu edhe për faktin që sëmundja është mjaft agresive dhe një trajtim adekuat jep në një përqindje rastesh mundësi përmirësimi, mundësi mbijetese, ndërkohë që lehtëson disi vuajtjet e një pjesë tjetër të pacientëve. Përveç numrit që përmendet pak më parë, çfarë të dhëna të tjera do të përfshihen në database? Database-i përfshin të gjithë të dhënat individuale të pacientëve, çka do të thotë emërtimin e pacientit, moshën e pacientit, vendindjen e pacientit, të veçanta klinike të jetës së tij, sëmundje të shkuar të këtij pacienti, momentin e diagnostikimit, stadin në të cilin është gjendër tumori në momentin e parë, mënyrën dhe strategjinë e trajtimit që ka marrë pacienti, ecurinë e pacientit pas trajtimit, modifikimin e stadit pas këtij trajtimi dhe ecurinë follow-upin drejt ne shpresojmë shërimit ose drejt ecurisë natyrale që ka me pas mundja, cila do qoftë ajo deri në fund. Profesor, cilat departamente do të kontribojnë pikërisht për plotësimin e këtij database-i? Atëherë, në ekipin që ne kemi formuar, pra teknikisht ne kemi aplikuar në Agjencinë e Kërkimit Shkencor dhe të Inovacionit dhe kemi fituar të drejtën që të zhvillojmë këtë projekt, kemi një ekip të përbërë kryesisht nga mjek kirurg, mjek onkolog, mjek epidemiolog, dhe këto janë specialitetet që kemi përfshirë. Pjesa më e madhe e këtij ekipi janë pjesë e departamentit kirurgjisë të Universitetit të Mjekësisë në Tiranë dhe pjesërisht janë pjesë e departamentit të Shëndetit Publik.
Si do të përmirësohen, do të përditësohen, më falë, të dhënat e pacientëve në kohë? Është ndërtuar struktura e një regjistri i cili gradualisht, duke u trajtuar pacientët, do të pasurohet me këto të dhëna. Pra, teknikisht, një pjesë e ekipit ton janë mjek onkolog dhe të cilët e marrin pacientin, e konsiderojnë, e vlerësojnë që në momentet e para dhe pastaj e ndjekin përgjatë ecurisë së kësaj sëmundje dhe përditësojnë regjistrin. Ndërkohë që me përfundimin e projektit, ambicia jonë është që kjo gjë të ngelet, ky regjistër, ky database të ngelet gjallë dhe të vazhdojë ecurinë e tij, i bazuar në protokolle të pranuara nga strukturat tona shëndetësore. Cilët do të kenë akses në database, profesor? Në këtë moment, me siguri, grupi i studimit, në momente të tjera, edhe grupet të tjera studimesh që do të kenë interes të merren me studimin e kësaj sëmundje. Është një sëmundje në evolucion të vazhdueshëm, në kuptimin që është në evolucion mënyra diagnostikimit, në mënyra trajtimit, dhe përpasoj her pas here zgjon interesin e studiuesve në mënyrë që të shihet ecuria, të shihen gjëra të reja, mënyra se si ato kanë funksionuar e gjëra të kësaj natyre. Pra, duhet kuptoni që studiuesit e mjekësisë, secili prej nesh në momente të caktuara kur vendos të merret, le të themi, me tumorin e stomakut, bën një punë kërkimore në të dhënat në kartelat klinike të pacientëve të trajtuar në 5 vitet e fundit, 10 vitet e fundit apo gjëra të kësaj natyre. Databaze krijon mundësinë që të mos kesh detyrimin që të shkosh e të studiosh kartelat, të cilat pas disa kohe ca i gjene, ca nuk i gjene, ca janë të plota, ca janë jo të plota, por të kesh mundësinë e një aksesi elektronik në një regjistër që të jap të dhënat dhe përgjigjet në një harë kohor më të shkurtër dhe më të pasura në këndvështrimin e cilësisë të dhënave. Që do të thotë këtu shumë mirë mund të ndihmojnë mjekët, po dhe studentët e Universitetit të Mjekësisë. Le të themi që po, tradita në përgjithësi në Universitetin e Mjekësisë është që të përfshihen aty ku është e mundur në nivelin e mundësive të tyre studentët në proceset e kërkimit shkencor, sepse përveç se po studiojnë që të bëhen mjek, potencialisht janë edhe kërkues shkencor të nesërmes dhe sa më parë të përfshihen në këto lloj procesesh, aq më shumë aftësohen dhe krijojnë mundësit për ta zhvilluar shkencën në të ardhmen. Profesor, si mund të ndihmojë ky database në përmirësimin e trajtimit të pacientëve? Në përmirësimin e trajtimit të pacientëve mundet me ndihmu në sensin e konsideratës periodike për ecurinë me një trajtim të caktuar dhe vlerësimin e të dhënave të këtij trajtimi në raport me trajtimet që bëheshin më parë apo në raport me banka të dhënash alternative të ndonjë vendi tjetër apo të ndonjë spitali tjetër ku mund të bëhet krahasimi dhe të kuptohet se kush ka funksionuar më mirë dhe çfarë ka funksionuar e çfarë nuk ka funksionuar. Profesor, a janë parashikuar në projekt edhe vështirësi që mund të hasen për ta mirëmbajtur këtë database? Projekti është një proces me një kohë të kufizuar. Janë parashikuar të gjitha ato vështirësi që presupozohen të jenë të mundshme gjatë kohës së zhvillimit të projektit. Vështirësitë e mëpasme, sepse ambicia jonë, siç u thash, është që kjo të mos jetë diçka që mbyllet me mbylljen e projektit, vështirësitë e mëpasme do të jenë një moment që do të duhet të konsiderohet bashkë me administratën spitalore, me administratën shëndetësore në momentin kur i afrohemi mbylljes projektit. Ky database mund të lidhet me sistemet e tjera të spitalit? Potencialisht po, unë nuk jam një ekspert i fuqishëm elektronike, por mendoj që po. Unë përfitoj, profesor, jo vetëm t'ju uroj për iniciativën,
po edhe në të njëjtën kohë t'ju pyes, në Shqipëri ne kemi një rritje të numrit të pacientëve të prekur nga kanceri i stomakut? Në Shqipëri ne kemi, nuk mund të them që kemi një rritje të mirëfillt të numrit të pacientëve, ndonse shifrat e statistikat e institucioneve tona shëndetësore flasin për numër më të madh pacientësh të diagnostikuar me kancer të stomakut. Mendoj që me siguri ne kemi rritur kapacitetet diagnostikuese dhe për pasojë shohim progresivisht numra më të lartë. Ndërkohë që trendin e sëmundjes mendoj që e kemi të ngjashëm me atë të vendeve fqinje, me vendet e Europës të perëndimore. Ekzistojnë disa detaje të modifikimit gradual të lokalizimit të kancerit të stomakut, ekzistojnë disa elemente të lidhura me faktor riskut të cilat në momente kohore të ndryshme disa shtohen e disa paksohen, por gjykoj që në princip ne trajtojmë më shumë kancer stomaku sepse diagnostikojmë më shumë kancerin e stomakut dhe më mirë. Doktor, dua t'i rikthejmë edhe një herë database-it. A mund të përdoret ky database për bashkëpunime me spitale ose me universitetet e tjera? Patjetër që po. Siç po ju thoja më përpara, ne her pas here na lind nevoja që të krijojmë një ide reale mbi ato çfarë ndodh tek ne, në mënyrë që të mund ta krahasojmë me ato çfarë ndodh në botë. Në mënyrë që si ne si bota të kemi tendencën të përmirësohemi. Dhe kjo është edhe arsyeja sepse është ideuar kjo ideja e regjistrit të kancerit stomakut. Që do thotë do të kemi përfitime afatgjata nëse e mirëmbajmë një database të tillë. Po, me siguri mendoj që do të kemi përfitime afatgjata, do të jemi më koshent për ato që është situata në vendin tonë për këtë problem dhe përpasoj do të jemi edhe më të gatshëm për të përqafuar risitë eventuale që do të paraqiten këtu apo në botë. Doktor, unë të falenderoj që gjete kohën e na u bashkove, të falenderoj për gjithë detajet që dhe për mënyrën se si do të funksionojë ky database që vjen si risi në fakt në Shqipëri, ndoshta i pilotuar vetëm në disa qytete, ndoshta për të shtrirë më pas në të gjitha spitalet që funksionojnë në Shqipëri. Ju falenderoj ju falenderoj për faktin që keni gjetur në hapësirat e kohës tuaj televizive mundësinë që të trajtoni argumentet të shëndetësisë, sepse me siguri ka shumë nevojë që njerëzit të dëgjojnë për shëndetësi, të dëgjojnë jo vetëm për problematikat që sjell shëndetësia, por edhe për impenjimet dhe sfidat për zgjidhjen e problemeve shëndetësore, të cilat janë shumë dhe me siguri vlen për t'u përmendur. Projekti, sa për saktësi, në të vërtet presupozon mbledhjen e të dhënave të pacientëve nga gjithë Shqipëria, ndërkohë që promovimi nëpërmjet konferencave të ngjashme me ato që bëm në Korçë në javën që shkoi, është natyrisht i kufizuar në disa qytete dhe jo në të gjitha. Kështu që database-i parashikon mbledhjen e dhënave të pacientëve me kancer stomaku nga gjithë Shqipëria. Ju falenderoj sërish. Faleminderit ju. Ishte e kënaqësi që ju patëm në këtë bisedë. Kishim në një lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana, doktori i njohur, profesor Arvind Dibrën, shefi i shërbimit të kirurgjisë së përgjithshme në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Ne do të vazhdojmë me bisedën në studio me kirurgun Ervisa Gastra. Doktor, cilat janë mënyrat kryesore të trajtimit të kancerit të stomakut? Atëre, trajtimi modern, kjo është dhe arsyeja e zhvillimit të kësaj konferencës në qytetin e Korçës, duhet të theksojmë datën 7 mars që është emblematike për qytetin dhe për arsimin. Pra trajtimi modern presupozon që çdo pacient me kancer stomaku të trajtohet nga një ekip multidisiplinor. Dhe natyrisht mbasi të ketë bërë gjithë ekzaminimet dhe të jetë stadifikuar sëmundja, pra se në çfarë faze është
Kështu që mblidhet ekipi multidisciplinor, ai që quhet Tumor Board, me anë të urdhëresës të Ministrisë Shtatori 2024 në çdo spital rajonal përveç universitar ka një Tumor Board, edhe në spitalin e Korçës ekziston një Tumor Board i cili diskuton në rastet dhe aty vendoset se cili është trajtimi më i mirë për pacientin në bazë të studimeve të fundit dhe të statistikave që kemi edhe nga bota. Po ashtu do thënë që me ngritjen e Institutit të Tumoreve dhe me unifikimin e protokolleve onkologjike që po është drejt përfundimit tashmë, këto do ofrojnë një trajtim sa më të mirë. Për të kaluar pasaj në detaje më të thjeshta që mund të kuptohen nga njerëzit. Mbas stadifikimit kemi dy klasifikime të rëndësishme, që është klasifikimi TNM pra në fushën mjekësore, pra që shikon madhësinë e tumorit, shpërndarjen lokale dhe më pas edhe atë në distancë, pra metastazat në distancë, por klinikisht janë 3 stade, që është stadi kur tumori është i lokalizuar, kur është lokalisht i avancuar dhe kur është metastatik. Në stadin kur tumori është i lokalizuar, zakonisht stadi T1N0M0, atje mund të kalojmë direkt në atë që quhet kirurgji upfront surgery ose kirurgji direkte, mund të hiqet në mënyrë endoskopike kur është shumë i vogël dhe me kirurgji dhe pastaj kimioterapi mbas operacionit. Në stadet të tjera kur janë prekur nyel limfatike përreth dhe kur tumori është me madhësi, le të themi, relativisht të madhe, duhet të përdor kimioterapi para, interventi kirurgjikal dhe kimioterapi mbas. Ajo që quhet ndoshta edhe në një gjuhë kështu mjekësore, pra teknika sandwich, që bën diçka të kombinuar. Në rastet pasaj kur tumori është metastatik, nuk është se njeriu pacienti nuk do marrë një terapi, por ka disa mënyra, qoftë kimioterapeutike, qoftë paliative, që mund të ndihmojnë në zgjatjen e jetëgjatësisë dhe në atë që quhet cilësia e jetës. Meqense se doktor përmendëm ndërhyrjen kirurgjikale, ju e shpjeguat shumë mirë se cilat janë fazat që ndiqen. Marrim faza ekstreme, si veprohet për shembull kur kanceri është shumë agresiv. A mund të ndodhë që pacienti të hiqet komplet stomaku? Ajo varet shumë dhe nga lokalizimi në brenda stomakut i masës kanceroze, sepse në qoftë se është në atë pjesë që quhet pjesa e bashkimit me ezofagun, ose në qoftë se është në pjesën e asaj që quhet të fundusit stomakut, që është ajo pjesa e kupolës të stomakut, atëherë nuk ke çfarë të bësh, por duhet që të hiqet i gjithë stomaku. Dhe më pas rekonstruksioni ose rindërtimi i kanalit tretës bëhet me zorë në holl dhe njeriu jeton një jetë normale, pavarësisht se mund të ketë disa probleme më shumë të absorbimit të ushqimeve dhe disa kufizime të tjera për sa i përket peshës por nuk është se ka ndonjë impakt kaq të madh sa që mund të ishte edhe heqja një pjesë të stomakut tashmë. Kjo mund të bëhet në shumë mënyra, ka mënyra që domethënë çdo gjë bëhet në mënyrë manuale, ka dhe disa mekanizma që quhen staplera, pra janë ato bëjnë një qepje të menjëhershme të organeve. Pra ka evoluar edhe shkenca kirurgjikale si trajtohet. Pra, në raste ekstreme, kur i quaj ekstreme, sepse janë raste ndoshta të rralla, të njerëzve të cilëve ju detyrohet nga mjekësia të ju hiqet stomaku, pra ata mund të jetojnë, pavarësisht se mund të kenë kufizime në krahasim me njerëzve të tjerë, por mund të kenë një jetëgjatësi. Unë kam parë pacient që janë operuar kardiokirurgji stomaku prekosh, përgjithsisht në mosha të mëdha dhe nuk kanë pasur ndonjë shqetësim të lidhur me këtë. Pra, në qoftë se ti pasaj e kalon atë 5-6 vjeçarin kur ti nuk ke rikthim të sëmundjes dhe quhesh i shëruar, jeta vazhdon me ato problemet vogla, siç ju thash, për punën e përthitjes të ushqimeve. Sa efektiv është trajtimi i hershëm i kancerit të stomakut?
Trajtimi i hershëm i kancerit stomakut është ajo që është dhe qëllimi i gjithë përpjekjes domethënë të komunitetit mjekësor në botë, po tashmë edhe në Shqipëri dhe prandaj dhe po bëhen gjithë këto aktivitete, sepse kur ti e kap në një fazë të hershme, jetesa në 5 vjet mund të shkojë deri dhe tek 85-90%. Në ndryshim nga fazat e tjera më të avancuara dhe fatkeqësisht këtu në Shqipëri shumica e prezantimit të kancerit stomakut është në fazat të avancuara. Kjo për shumë shkaqe, por besojmë se edhe me rritjen e këtyre pikave që dhe mjekëve të trajnuar që bëjnë endoskopi, besojmë se do arrim që ti kapim më shpejt dhe po ashtu edhe me krijimin e kësaj databazës me gjithë këtë ndërgjegjësim që ka pësuar dhe Ministria e Shëndetësisë me ndryshimin tani për sëmundjet tumorale, besoj se në të ardhmen do kemi raste të kapura më herët. Ajo që doja të shtoja gjithashtu është që në qoftë se në botën perëndimore kemi 12-14 raste për 100.000 banor, shifrat e fundit në Shqipëri janë diku tek 15, që është e ngjashme. Por ama nuk kemi një regjistër kombëtar, pra nuk kemi edhe një databazë kombëtare, sepse një pjesë e tyre shkojnë, operohen ose trajtohen në struktura jo publike ose jashtë shtetit dhe këta ne i humbim. Por në qoftë se ne do kemi një databazë të saktë, atëherë mund të themi dhe ne që në çfarë përqindje jemi në kancerin e stomakut, në mënyrë që dhe politikat shëndetësore të ndjekin këtë trend. Mund të shërohet plotësisht kanceri i stomakut, doktor? Zakonisht kancerat digestiv, pra jo vetëm të stomakut, por edhe të organeve të aparatit tretës, në qoftë se ti kalon nga operacioni një kozjate prej 6 vitesh, le të themi, 5-6 vjet aty është ti nuk ke përsëritje me ato follow-upin, pra me ato ekzaminimet, sepse nuk mbaron historia me trajtimin, po ti do bësh pasaj një në 6 muaj, pasaj një në vit, pasaj një në 2 vjet, ato ndjeken. Atëherë nëse mbas 5-6 vitesh ti nuk ke përsëritje të patologjisë, ti quhesh i shëruar. Cilat janë efektet anësore më të zakonshme të kimioterapisë për sëmundjen e kancerit stomakut? Atëherë, kimioterapia jo vetëm te kanceri stomakut, por se përgjithsisht ato nuk janë të gjitha si të thuash të targetuara drejt një sëmundje kancerogjene, një pjesë e tyre përdoren për disa sëmundje, dhe këto janë preparate që ndalojnë qelizat me rritje të shpejtë. Domethënë, qelizat me rritje të shpejtë janë dhe qelizat normale të gjakut ose të organeve riprodhuese. Dhe prandaj shumica e efekteve anësore lidhen me këto efekte të kimioterapisë. Për shembull, mund të kemi anemira, mund të kemi me disa preparate kjo rënja e flokëve gjithmonë për këtë cikël qelizor, por në kancerin e stomakut mund të ndodhë një gjë tjetër, për arsye sepse ajo masa tumorale fillon të vdes nga këto qeliza, mund të ndodhë dhe ndonjë hemoragji gjatë procedurës të trajtimit kimioterapeutik, kurse më specifikisht për kancerin e stomakut, një efekt anësor i mundshëm i kimioterapisë është hemorragjia, sepse duke sulmuar atë masën që është në rritje sipër, mund ndodh një nekrozë ose një vdekje e qelizave aty dhe të kemi një hemorragji gjatë kimioterapisë. Gjatë këtij trajtimi, a ka nevojë pacienti për një regjim të veçantë ushqimor? Po detyrimisht këto janë pacientët e shtruar në spital, secili ka domethënë nevojë për një regjim dietetik të personalizuar, si për kufizim. Pastaj ajo diskutohet zakonisht me mjekun onkolog në këtë rast dhe me dietologun nëse ka spitali dhe vendoset se çfarë do të ndjek në vazhdimsi. Doktor, si ndikon trajtimi në jetën e përditshme të një pacienti? Shiko, tani sëmundja e kancerit është një rufë në qelë të hapur për pacientin, se nuk e beson dhe nuk është i përgatitur asnjëri për këtë gjë. Kështu që efektet si të njohjes të diagnozës, si të trajtimit janë shumë të mëdha tek jeta personale, duke filluar që nga ana psikologjike dhe duke vazhduar pastaj edhe tek
ana fizike. Por përgjithsisht, siç u thash, ka efekte si interventi kirurgjikal i cili do ketë pasoja në tretjen dhe në përpunimin e ushqimeve, ashtu dhe kimioterapia e cila mund të shkaktojë anemi, mund të shkaktojë infeksione më të shpeshta sepse edhe ruazat e bardha do ulen, rënje flokëve, ndryshim një çik në fizionomin trupore të pacientit. Por megjithatë ajo është gjithmonë një luftë që ja blen ta përballosh sepse është luftë për jetën dhe aktualisht e vetmja mënyrë për trajtuar kancerin është mënyra shkencore. E them këtë sepse tashmë janë shtuar shumë dhe faqet e internetit, po dhe njerëz që përfitojnë nga këta të smur, sepse kur ti jenë në një kërkim të dëshpëruar për shpresë, i beson kujdo individi dhe këta shesin produkte bimore ose produkte që nuk kanë asnjë efekt të provuar shkencërisht për përfitime qoftë monetare, qoftë përfitime të tjera, dhe kjo është një gjë që besoj shteti duhet të marrë masa sepse kjo është vërtet përfitim më i ulët dhe më i turpshëm që mund të bëjnë njerëz të caktuar me këta të smur. Ja kuptoj. Doktor, pak më parë ju thatë që kur kalon një kohë gati 5 deri 6 vite deri ku pacienti mund të konsiderohet i shëruar, po a ka mundësi që kanceri edhe pas kësaj kohe 5-6 vitesh të rikthehet sërish? Atëre, kjo varet në bazë të tipit të kancerit. Për kancerin digestiv në përgjithësi nuk rikthehet mbas 6 vite ose mund të ketë kancera të lindur domethënë de novo nga fillimi sesa ai që ka qenë. Kurse ka kancera të tjerë, për shembull ai i gjirit që disa në tipe kanceri mund të shfaqen edhe mbas 10 vitesh. Edhe pas 10 vitesh, po, se janë të rralla. Por kjo varet shumë. Për kancerin digestiv zakonisht periudha 5-6 vjeçare është e mjaftueshme kur ti nuk e pasur asnjë rikthim të sëmundjes. E kuptoj. Doktor, ne përmendëm kimioterapinë, përmendëm operacionin, pra ndryrjen kirurgjikale, po flasim gjithmonë në aspektin shkencor, duke qenë se jeni gjithmonë në kontakt me të rejat më të fundit. A ka sot trajtime më të avancuara për sa i përket mënyrës si trajtohet kanceri stomakut? Pra janë zbuluar vitet e fundit? Atëre, vitet e fundit, pra trajtimi modern, siç që thash, përfshin edhe studimin gjenetik të individit. Pra, në të gjithë llojet e kancerit, por shkohet drejt personalizimit të trajtimeve. Qoftë ato në nivel molekular, qoftë në nivel farmaceutik dhe kirurgjikal, qoftë në nivel psikologjik. Pra, gjithmonë duhen personalizuar trajtimet. Kohët e fundit, risit janë që ti, sidomos në vendet e zhvilluara, në qendrat të specializuara, ti bën një analizë gjenetike, shikon cilat gjene janë të ndryshuar dhe kështu dhe parashikon se cilat preparate kimioterapeutike ose cili është trajtimi më i mirë për këto lloj ndryshime gjenetike. Mjafton të them që klasifikimi i fundit i kancerit stomakut në nivel qelizor ose molekular e ndan përgjithsisht në ndryshime dhe kromozomale. Për shembull, një grup është me genomik stabil, një grup është me instabilitet kromozomal, një grup është me instabilitet të mikrosateliteve quhet dhe një tjetër quhet Epstein-Barr pozitiv, të cilat janë klasifikime në nivel qelizor dhe mbi këto aktualisht po përdoren terapitë të specializuara dhe të personalizuara për çdo individ. Në fakt, konferenca e zhvilluar pak ditë më parë, doktor, në Korç, ka për qëllim pikërisht mbledhjen e të dhënave në një database pikërisht për të smurët me kancer në stomak. Po, a kemi aktualisht të dhëna për rajonin e Korçës, sa shkon numri të smurëve dhe nëse do të na duhet t'i ndajmë, janë më shumë meshkujt apo femrat në Korç të prekur nga kanceri i stomakut? Atëre, unë mund të them të dhënat që disponojmë ne si kirurg. Në Korç operohen 12 deri 13 raste me kancer stomaku në vit. Në vit. Shumica, po themi rreth 80% janë meshkuj.
si kudo edhe këtu ka një diskordancë që duhet theksuar midis imazherisë dhe anës klinike, sepse ndonjëherë në imazheri duket si stad më pak i avancuar dhe kur hyn në operacion stadi është më i avancuar dhe merren vendime të tjera klinike dhe strategji kirurgjikale. Nuk kemi në dieni të rasteve të tjera të cilat mund të shkojnë jashtë shtetit e tjerë, por parashikimet e mia është që Korça është një rajon me frekuencë të lartë të kancerit të stomakut për arsyet që ju thash, si për anën e kripës, të ushqimeve të konservuara, të obezitetit dhe kështu me radhë. Është një lloj alarmi kjo për sa i përket reflektimit që duhet të ketë individi? Nuk mund të themi alarm, sepse alarmi është një term shumë i rëndë, domethënë për ta thënë dhe për ta dëgjuar, por kjo ka të bëjë shumë me stilin e jetesës, si dhe shumë sëmundje të tjera. Ne tani, nga që jemi një vend postkomunist, kemi një stil jetese jo shumë të shëndetshëm. Dhe po ashtu nga ana tjetër, kjo përveç se përfshin ushqimet, përfshin edhe duanpirjen, por përfshin edhe edukatën shëndetësore. Pra, le të themi që tash në këtë periudhë që jemi, kjo është një rezultat sidomos i ushqimeve të mbas 90-të, sepse kanë kaluar 35 vjet nga ajo fazë ku nuk ka pasur dhe ndonjë kontroll të madh të ushqimeve, ashtu si dhe sot, por çdo gjë është në përmirësim e sipër. Por e vetmja gjë e mirë, domethënë që mund të themi është që është shtuar numri pikave që kryen endoskopi digestive, pra që shikojnë atë sondën e stomakut, dhe numri i mjekëve që janë të specializuar për atë punë. Vetëm në Spitalin e Korçës janë 5 mjekë që e kryejnë, 3 në patologji dhe 2 në kirurgji, po ka dhe pika të tjera jo publike, prandaj kjo është shumë e rëndësishme që domethënë, si të thuash në thonjza që ti bëjmë ballë këtij alarmi, duke pasur një kontroll. Dhe një informacion shumë i nevojshëm në fakt për të gjithë ata që janë duke na ndjekur, për të kuptuar që kemi mjek specialist, të cilët ata mund të drejtohen, po sigurisht edhe aparaturat e nevojshme për të bërë kontroll, jo vetëm në fazën kur ndjejmë ato vështirësitë apo problematikat e para në stomakun. Pra nëse duam të paraprim të themi mos avancimit të kancerit të stomakut, nëse do të japim një këshill një pacient, një dëgjuesi teleshikuesi, pavarësisht, mund mos kemi asnjë lloj problematike, sa herë duhet ta kontrollojmë në stomakun? Atëre, e para njërë ka të bëj dhe me nëse ti hyn atë që quhet fasha me rrezik, pra ke dhe histori familjare ose abuzim të këtyre faktorëve të rrezikut, ka të bëj me moshën, sepse zakonisht piku i diagnostikimit është në rreth moshës 65 vjeçare, pra 65-68, por ajo që në vazhdimsi të asaj që thash është që aksesi është i lehtë në Spitalin e Korçës, aparaturat dhe tani janë dhe rinovuar, sidomos aparati endoskopisë në patologji, pra njerëzit mund të shkojnë atje të bëjnë konsulta dhe pastaj të bëjnë dhe endoskopit, dhe ajo që është dhe më e rëndësishme është që ka 2 vjet që domethënë me hyrjen në fuqi dhe të këtij partneritetit publik-privat për analizat e biopsieve, ato bëhen domethënë i merr spitali, dërgohen në qendrën ku kryen dhe ti e merr përgjigjen pa shpenzime. Po, nëse nuk kemi asnjë histori familjare, sa herë mund të bësh një kontroll? Të paktën një herë në vit mundet? Atëherë, nëse nuk ke histori familjare dhe nuk ke dhe simptoma, me anë të check-upit mund të shikojnë disa elementë, për shembull niveli i hemoglobinës e të tjerë. Por nëse ke simptoma, do shkosh te mjeku gastroenterolog, pra mjeku që merr me stomakun dhe me zor dhe me mëlçin, dhe ai pastaj do vendos në bazë të disa parametrave nëse ti je kandidat për ta kryer endoskopinë apo jo. Apo jo. Doktor, ne folëm në fakt dhe ky ishte fillesa e bisedës pikërisht për një database i cili do të ndihmojë në fakt edhe mjekët, po edhe pacientët, duke i pasur në kontroll të gjitha të dhënat. Po ne kemi qenë bashkë në këtë studio dhe kemi folur në fakt specifikisht edhe për kancerin e gjirit. A është e nevojshme sot, ndoshta edhe urgjente, krijimi i database-i pikërisht për të smurët me kancer gjiri? Absolutisht që po, është kanceri numër 1 në
seksin femër në botë, kështu që vetë kjo do më thënë e tregon rëndësinë e saj, por ndërkohë do ngrihet dhe Instituti Kombëtar i Tumoreve dhe besimi im është që me anë të tij dhe me anë të bashkëpunimit me qendrën e Institutit Tumoreve në Milano, APA do jenë më të sigurt, më konkret dhe patjetër që do shikojmë se ku janë mangësitë tona në diagnostikim, në trajtim, në ndjekje apo në aspekte të tjera. Besoni ndoshta që mirë funksionimi i këtij database do të jetë një lloj modeli për të vazhduar pastaj edhe me pacientët e sëmundjeve të tjera? Po, duhet database në fakt, ne jemi në një periudhë transformimi digital, sepse digitalizimi në shëndetësi ka sjellë gjëra madhështore, po nga ana tjetër nuk mund të bësh dhe studime për këtë popullsi nëse nuk i ke të dhënat të sakta dhe uniforme, sepse në bazë të studimeve të konkluzioneve, atëherë këto orientojnë dhe politikat shëndetësore. Për shembull në Japoni dhe në Kore, duke parë që kanë një nivel shumë të lartë të kancerit stomakut, ata mbas moshës specifikare kanë futur endoskopinë si mënyrë depistimi, që është dhe një metodë invazive, por nga ana tjetër kjo ul shumë vdekshmërinë. Dhe në fund, në fakt të kësaj bisede, unë dua t'i rikthehem sërish konferencës e cila u zhvillua pak ditë më parë në qytetin e Korçës, një konferencë e cila u moderua nga profesor Arvin Dibra, të cilin e kishim në një lidhje Skype, nga doktoresh Dorina Toci, drejtoresh e Institutit të Shëndetit Publik, dhe doktor Bledi Kreka, edhe ai përgjegjës i njësisë kimioterapisë në shërbimin e onkologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Në këtë aktivitet lektor ishin disa kirurgu Arvit Lazani, kirurgu Drini Shehu, mjekja e përgjithshme Martiola Kola, mjeku pedagog në të njëjtën kohë epidemiolog Ervin Toçi, mjekja onkologe Fatjona Kraja, Dea Kreka, e cila ishte studente e vitit të 5 të mjekësisë përgjithshme në Universitetin e Tiranës, ndërkohë që pjesëmarrës në këtë konferencë ishin mjek të përgjithshëm, specialist, kirurg, infermier nga Spitali Rajonal i Korçës dhe Devolli, duke mundësuar kështu një shkëmbim të gjerë multidisiplinar dhe praktika të bazuara në standarde bashkëkohore, një konferencë e cila duket se është përzgjedhur në fakt për të prezantuar ky database në disa qytete që, siç e tha edhe profesori, duke se do të pilotohen, po natyrisht do të krijojnë edhe atë networkun, rrjetin edhe me spitalet e tjera. Doktor, unë të falenderoj që na u bashkove në këtë bisedë për gjithë informacionin që solle për kancerin e stomakut, por natyrisht edhe për rëndësinë që kishte kjo konferencë në qytetin tonë. Ju falenderoj dhe juve dhe gjithashtu dhe bordin organizativ të konferencës, sepse ishte konferenca e parë ndër këto vite me temë kirurgjikale onkologjike në rajonin e Korçës. Shpresojmë që do të kemi të tjera konferenca në qytetin tonë shumë të rëndësishme. Shumë mirë do ishte, shpresojmë. Të shpresojmë. Faleminderit edhe një herë. Ne do të ndahemi edhe për sot. Kemi pasur në qendër të vëmendjes shëndetin dhe konkretisht kancerin e stomakut. Do të rishihemi te e ardhshme me të tjerë të ftuar me të tjera tema. Natën e mirë për sonte.